Mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit në Letra Trofej. Jam Diana dhe të bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur deshër siç e shihni kam zgjedhur 8 letra që do na jap kogja më shumë. Dhe janë letra kogja të bukura në kuptimin e asaj që japin mesazhet që duhet t'i marrë personi apo personat në këtë rast nga që janë lexime në përgjithësi. Dhe po fillojmë me të hedhurit një sy. Dashi, kjo javë duket si një javë ku më në fund fillon të dalesh nga një periudhë që të ka lodhur më në fund. Jo sepse problemet do zhduken me magji, absolutisht, por sepse ti apo ju po filloni të shikoni gjërat pak më ndryshe. Është sikur ke kaluar një stuhi dhe tani po e shet dritën në fund të tunelit. Pikërisht aty fillon dhe historia e kësaj jave që po vjen të dashur. Kemi 6 të Majklit, quhet letra. Java nis me një ndjenjë çlirimi. Shikoni me kujdes këtë letër dhe është një anije që po del nga tornado, ta quaj ashtu. Po del nga një det 10 ballësh dhe nuk është fort e lehtë, absolutisht tregon ato çfarë keni përjetuar, mund të jetë emocionalisht, fizikisht, apo dhe psikikisht të dashur deshër. Kjo është një 10 ballësh, po jeni duke u çliruar, duke dalë nga kjo situatë. Një bar fillon të largohet nga supet e tua. Mund të jetë një stres në punë, një situatë që të ka mbajtur pezull, ose një konflikt që më në fund humbet disi forcën, duket sikur po largohesh nga një vend ku nuk ndihesh mirë. Por sa po fillon të marrësh frymë lishëm, del me njëherë letra tjetër. Është 7 të Majklit, që është Michael, prap i njëjti angel, të dashur. Kjo të kujton se fakti që po ecën përpara do të thotë se duhet të ulësh vigjilencën. Dikush mund të premtojë më shumë se sa vërtet mban, apo më flet më shumë se sa ka vepra. Një marrëveshje mund të duket perfekte në pamje të parë. Një person mund të thotë pikërisht atë që dëshiron të dëgjosh. Prandaj kjo javë nuk të kërkon të bëhesh mosbesues, por i zgjuar, dashi. Mos merr vendime vetëm sepse je emocionuar që një problem po merr fund. Do thotë je duke dalur, po mos bë gabimin tjetër, je duke dalur vërtet duke u çliruar, dhe këtu po të tregon me një farë mënyrë një energji rrugët, shiko ku është një këtu dhe një këtej. Marrim shenja, marrim sinjale në forma të ndryshme në atë që besojmë që na ndihmojnë engjujt për të marrë vendimin e duhur. Pra, absolutisht të mos jeni mosbesues, por të zgjuar. Që ti kontrollojmë edhe një herë detajet, ta them kështu, dhe ja ku është 2 të Gabriel. Dhe pikërisht sepse nuk nxitohesh, kjo është e bukura, fillon të shohësh një mundësi që më parë nuk e kishe vënë re, dashi. Prandaj, duke analizuar dal nga dal edhe pa nguti. Mund të jetë një ide, një projekt, një bashkëpunim, një plan që mund të çojë shumë më larg, të dashur dashi, se sa i kishit menduar. Kjo nuk është javë për të menduar vetëm për nesër. Është një javë në fakt për të menduar ku dëshiron të jesh pas 6 muajsh, pas 7 muajsh, kjo është ajo që duhet patur kujdes, sepse ajo që vendos tani do të ndikojë në muajt që vijnë. Mbretëresha e Majklit, të dashur dashi, përpara se të hapësh atë derë të re, që është kjo që po e sjell, duhet të marrësh një vendim. Dhe ky vendim nuk duhet të marrë me zemër, çfarë të pëlqen, çfarë do dëshiroje, por me logjikën. Mund duhet të thuash jo dikujt. Mund të duhet të vendosësh kufi. Mund të duhet të zgjedhësh vetëm përpara se të zgjedhësh vetëm përpara se të zgjedhësh të tjerët. Dhe çuditërisht sapo të bësh këtë, do thotë të zgjedhësh vetën. Ne në kaq kohë jemi dhe egoist, dashur deshër, dhe si thash sapo ta bësh këtë, gjithçka fillon të bëhet shumë më e qartë. Dhe zemra e leximit është fillime të reja. Siç thash në këtë letër, sapo të bësh këtë gjë, gjithçka fillon të duket më e qartë. Është
pika e kthesës. Kjo letër që ndryshon gjithë leximin. Kjo është letra që ndryshon leximin, kahjen, drejtimin tënd. Një fillim i ri që nuk duket më si ëndër. Fillon të marrë formë. Për disa dash mund të jetë punë, ajo çfarë keni dëshiruar, për disa një ndryshim në jetën personale, por për disa projekte që më në fund po ja filloni aty ku keni dashur. Ajo që të pëlqen më shumë është se nuk po detyrohesh të fillosh nga zero. Po fillon nga përvoja që ke fituar dhe kjo është avantazh i madh. Dhe kur gjërat fillojnë të stabilizohen, tashin e jetën tënde, edhe marrëdhëniet marrin frymë ndryshe, absolutisht, është në mbretëresha Rafael. Komunikimi bëhet më i lehtë, familja sjell më shumë sikur qetësi, një person mund të afrohet me sinqeritet për ata që duan, ose mund të jetë vetëm për punë, mund të jetë koleg, mund të jetë një mik, mikesh e kështu me radhë. Nëse ke pasur një keq kuptim me dikë, kjo javë është shumë e mirë për ta sqaruar. Jo sepse dikush ndryshon papritur, por sepse ti flet ndryshe. Dhe kjo është qelësia saj fitores të juaj të dashur. 3 Arielit. Dhe kjo qetësi të ndihmon të përqendrohesh tek puna. Shikoni këtu super të fokusuar. Letrat tregojnë bashkëpunime shumë të mira. Nëse punon me të tjerët mund të dalë një ide që sjell rezultate. Nëse ke një talent që nuk e ke, ta them, përdorur mjaftueshëm, është momenti ta nxjerrësh në pa. Mos mendo se duhet të bësh gjithçka vetëm. Është një bashkëpunim, pra këtë javë ndihma e njerëzve të duhur do të vlej më shumë se sa krenaria. Bota kur del tregon që vërtet keni arritur në fund të javës të kuptoni se një kapitull vërtet po mbyllet. Dhe po e mbyllni këtë absolutisht jo me zhgënjim, por me sukses, por me ndjenjën se ke mësuar gjithçka që duhej të mësoje. Një pritje merr fund, mund të jetë kjo, një proces po përfundon, një barr po largohet. Dhe për herë të parë pas një kohe nuk ndjen më nevojën të kthesh kokën pas, apo të kthehesh pas, sepse ajo që ke përpara duket shumë më mirë, shumë më interesante dhe shumë më e suksesshme. 2 Arielit të dashur, java mbyllet me shumë angazhime, shikoni këtu super të balancuar. Do të kesh disa gjëra njëkohësisht për të organizuar punë, familje, takime, plane, por që këtë ja del shumë mirë dashi. Për këtë nuk do të duken më si barr për ju, përkundrazi, janë shenjë që jeta po ecën ashtu siç dëshironi. Vetëm mos premto se do të bësh gjithçka brenda një dite. Edhe dashi ka vetëm 24 orë, të mos harroni. Pra, të dashur deshër, kjo javë është si një urë mes asaj që po lë, pas dhe asaj që po ndërton. Dhe është vërtet shumë e bukur. Fillon duke çliruar, ta them, nga një situatë që të ka konsumuar, vazhdon me një provë ku duhet të përdorësh më shumë logjikën se sa emocionet, dhe pikërisht fal atyre zgjedhjeve hapet kjo derë e re. Marrëdhëniet qetësohen, puna fillon të jap rezultate dhe fundi i javës të gjen më me shumë përgjegjësi, por edhe më me shumë mundësi. Atë çfarë mund të jap si mesazh për gjithë leximin, mund të them tash që nuk po humbet asgjë që është vërtet për ty. Do thotë, ato që janë për ty po ju mbet. Përkundrazi, sa më shumë ecën përpara, aq më qartë ta kuptosh pse disa gjëra duhet të mbeteshin pas. Je goxha mirë dhe vazhdo kështu.